Muzeu i Forcave të Armatosura është i fundit në listë që i shtohet kryeqytetit për vizitorët, një hapësirë dedikuar ushtrisë shqiptare në vite, me trashëgimi kryesisht e bazuar në sistemin komunist. Janë më shumë se 1100 objekte të ekspozuara në 100.000 metra katror, konceptuar në 5 pavione, ku shfaqen përpara vizitorit të gjitha periudhat e historisë shqiptare, nëpërmjet trashëgimisë së ushtrisë, pra arsenalit të armëve shqiptare, duke filluar që nga, le të themi, që nga antikiteti, pra edhe me armë të ushtrisë ilire, por sigurisht, le të themi që baza kryesore materiale e këtij muzeu shumë interesant i përket patjetër sistemit komunist, ku trashëgimia jonë dhe ushtria shqiptare ka qenë një sistem i konsoliduar dhe i mirë organizuar, me një arsenal armës shumë të pasura, që vinin kryesisht nga trashëgimia e Bashkimit Sovjetik, pra prej nga vjen, po themi, periudha ose bashkëpunimi ynë më i ngushtë i periudhës së sistemit komunist, kur ushtria shqiptare pati një hov zhvillimi impresionues ose mbreslënës, dhe duhet thënë që kjo trashëgimi sot është kthyer në një objekt muzeal shumë interesant që unë jam e sigurt që e bën këtë muze të veçantë në të gjithë Ballkanin. Është një hapësirë shumë e madhe, ku edhe në natyrë mund të shikoni objekte të ekspozuara që janë topa të kategorive të ndryshme, makina pra mjete lëvizëse, bunkerët, aeroplanët MiG, ky topi që kam këtu përprapa shtëpisë time, dhe shumë objekte të tjera ushtarake që përbëjnë në fakt një arsenal shumë të pasur të ushtrisë sonë. Unë jam e bindur që shumica juaj as nuk e dini që ekziston ky muze, e jo më që është kaq pranë Tiranës, pra vetëm pak 10 kilometra, pikërisht këtu në Dobresh, pranë fshatit Bërgjit. Ne do ta zbulojmë së bashku këtë pasuri shumë interesante që është konceptuar, siç thamë, në 5 pavione, njëri më i bukur se tjetri, dhe që ka zgjuar interesin e mira vizitorëve të huaj dhe shqiptar, por kryesisht të huaj, sepse siç dihet janë gjithmonë ata të parët që e zbulojnë Shqipërinë. Mirë se të gjejmë. Mirë se na vini. Në Muzeun e Forcave të Armatosura të Shqipërisë. E di, ka shumë njerëz, dhe jam e bindur që janë vërtet shumë, që nuk e din fare që ky muze ekziston. Pra kjo është një vërejtje për ne, që duhet të bëjmë më tepër marketing. Besoj se po. Qëndron kjo, shpresojmë që në ditët në vazhdim, në muajt, në vitet në vazhdim, neve të bëjmë ç'është e mundur për të rritur numrin e vizitorëve, për të bërë sa më tepër marketing. Unë jam e bindur që shkollat i keni, unë e kam ndjekur ecurinë e muzeut, në fakt unë e ndjek edhe në faqen tuaj, dhe faktikisht ajo që sapo the nuk është shumë e vërtetë, sepse unë kam parë që aktiviteti jo vetëm në muze, po edhe në rrjetet sociale është i mjaftueshëm, domethënë është i lavdërueshëm, por edhe njerëzit duhet të informohen pak më shumë ose të kërkojnë pak më shumë, sepse zakonisht jemi mësuar që Tiranën ta identifikojmë me muzet e qytetit, por një pasuri e tillë e pashfrytzuar nga ata që duan të vizitojnë muze, unë mendoj që është një humbje e madhe për ata, jo për ju. Në fakt, kjo është një pasuri e madhe, pasuri kombëtare, do thosha, dhe duhet që çdo kush me patjetër të vizitojë muzeun tonë, sepse këtu do gjen, po them, objekte, artefakte historike, po them nga periudha, po them, e Ilirisë deri në ditët e sotme, siç e shikoni edhe këtë raketën këtu që është përdorur, po them, në sistemin e kaluar, jo për luftime, fatmirësisht. Po, vetëm për manovra. Vetëm për manovra, për stërvitje. 50 vjet ushtri, domethënë që e përdorën vetëm për manovra. Thash nga periudha e Ilirisë deri ditë sotme, po them ne jemi përpjekur të marrim momentet kryesore të historisë tonë edhe të organizimeve ushtarake. Po them,
e shtrirë në kohë. Pra i kemi dedikuar një pavion enkas vetëm shtrijes kohore nga periudha e lirisë deri në mbarim të luftës dytë botërore dhe pjesa tjetër pastaj le ta quajmë pjesa e Luanit i takon periudhës së komunizmit sepse është ajo periudha në të cilën ne arritëm, po them, organizimin më të përsosur ushtarak në historikun tonë dhe nuk e dim nëse do arrijmë ndonjëherë, po them, që ta përsërisim. Flora, siç po thosha, ne jemi përpjekur në Muzeun e Forcave Armatose të cekim momentet kryesore të organizimeve ushtarake gjatë historisë së popullit shqiptar, duke filluar nga periudha e lirisë deri në ditët e sotme. Dhe për këtë arsye, muzeun e kemi konceptuar në 6 pavione. 5 pavione janë brenda objekteve dhe kemi dhe pavionin e 6 në cilën kemi 4 taraca ekspozimi si artilleri kundërajrore, artilleri po them toksore, mjete transporti, tanke, avion, pra një sër objektesh të kësaj. Avionët e famshëm MiG. MiG, duke filluar nga MiG 15 deri ke MiG 21 që ishte i fundit më modern që neve kemi përdorur në historinë tonë. Këtu jemi në pavionin e? Këtë e quajmë pavioni i traditës, siç e thash, nga periudha e lirisë deri në mbarim të luftës së dytë botërore dhe këtu kemi jo vetëm objekte, po edhe shumë materiale historike. Konkretisht këtu jemi ke periudha e Skënderbeut dhe këtu do ndalem pak ke busti i Skënderbeut, një busti i krijuar nga skulptori i famshëm shqiptar Odisej Paskali në vitin 1939. Dhe kjo është e veçanta sepse janë realizuar vetëm 3 buste të këtilla, i pari i vendosur në qytetin e Kukësit. Pra 3 kopje origjinale, 3 copë origjinale. I pari ka qenë vendosur në qytetin e Kukësit në 1939, duke qenë se Shqipëria u pushtua nga Italia dhe ideja ishte për të hequr figurën e Zogut dhe u vendos busti i Skënderbeut. Busti tjetër ndodhet në presidencë dhe busti tjetër për fatin tonë ndodhet në Muzeun e Forcave të Armatosur. Muzeun e Forcave të Armatosur. Që është një, le të themi, një vlerë shumë e madhe për muzeun, aq më tepër që këtu flasim pastaj për artefakte origjinale. Herojnë tonë kombëtar. Pastaj kalojmë nga periudha e Skënderbeut në periudhën e Pashallëqeve, që ishte një periudhë shumë e rëndësishme. Pra ishte një periudhë në një moment, po themi 300 vjet pas vdekjes së Skënderbeut, Shqipëria nuk kishte organizime qoftë ushtarake apo figura të mëdha ato të cilat krijojnë historinë. Vetëm në shekullin e 18 arritën të krijohen 3 pashallëqe, siç ishte i Shkodrës me Bushatlind, pashallëku i Beratit dhe i Vlorës dhe pashallëku i Janinës. Le të themi ndoshta pashallëku më i rëndësishëm. Periudhën në cilën ata arritën të krijojnë ushtrinë e tyre, arritën të prodhojnë armë dhe këtu, për shembull, ne mund të shohim disa objekte pushk dhe kobure të prodhuara duke filluar nga fundi i shekullit 17 dhe shekullit 18 dhe 19 dhe duhet thënë se në ato vite në qendra të caktuara, kryesisht në veri, ishën shqiptarët patëm armëtar me famë për prodhimin e armëve të zjarrit. Po ajo çfarë e bënte më të dallueshme ose më interesant ishte fakti i zbukurimit, po themi zbukurimi i armëve. Ka qenë një periudhë kur armët kanë qenë konsideruar vepra arti, ne i dim shumë mirë, domethënë pisqollat e famshme, disa boletinit apo koburet, që ishin të gjitha të lara në ar ose në serm, pranar ose në argjend. Dhe vetëm familjet në gjendje ekonomike ishin në gjendje ta kishin një armë të tillë. Për shembull, kemi dhe një foto ose një pikturë të Lord Byronit, i veshur me veshje tradicionale shqiptare, duke mbajtur edhe kobure me armë. Në Muzeun e Shkodrës, në Muzeun Historik të Shkodrës, ka një arsenal armësh të tilla të kësaj periudhe që janë vërtet shumë bukura. Unë kam pasur fatin të jem të vizitoj një nga ekspozitat që muzeu organizon dhe janë vërtet shumë të bukura. Jemi në katin e dytë të muzeut, ku ndryshojmë tematik dhe ngjyra. Po, me patjetër këtu shikojmë ngjyrë jeshile, që do thotë ushtri e mirëfillt. Pra jemi në një periudhë tjetër, periudhën e komunizmit,
në periudhën më të mirë përsa i përket organizimit ushtarak. Dhe vështirës ndoshta mund të arrihet në njërë ai organizim që patëm në atë periudhë. Pse e them të? Sepse, si që dini, kemi patur dhe shprehjen e famshme i gjithë populli ushtar. Ndoshta nisur edhe nga historia e popullit tonë që për shekuj, për mi vjeçar, pati qenë nën pushtim, atëherë u kushtua fokusi armatimit dhe stërvitjes ushtarake të popullsisë, të gjithë popullit. Pra krijimin të një ushtrie më të konsoliduar, më të mirë pajisur me arsenal armatimesh, por edhe me burime njerëzore. Me burime njerëzore. Pas marimit të luftës së dytë botërore, ushtria partizane e cila udhëhoqi luftën u transformuar nga një ushtri, le të themi, jo aq e rregullt në një ushtri të rregullt. Pra ajo ushtri, po them përbëri, po them shtyllën kurrizore të ushtrisë në vitet e para pas mbarimit të luftës së dytë botërore. Është një arsenal armësh mbreslënës, domethënë, kështu që kemi lloje të ndryshme, kryesisht po them janë prodhime kineze, ruse, sigurisht edhe prodhimet shqiptare. Në mbarim të luftës së dytë botërore, Shqipëria filloi marrëdhënie shumë të mira me Bashkimin Sovjetik dhe në vitin 1955 Shqipëria u bë antare e Traktatit të Varshavës, që ishte një aleancë ushtarake e cila u krijua direkt pas krijimit të NATO-s. Aleancës ushtarake të Atlantikut të Veriut. Duke qenë se Shqipëria ishte pjesë e bllokut lindor, natyrshëm, pastaj bëri pjesë në traktatin e Varshavës. Ishin dy pole të kundërta të grupimeve ushtarake në botë në atë periudhë. Politike dhe ushtarake. Dhe për disa vite Shqipëria u furnizua me armatim nga shteti rus, jo vetëm me armatim, po teknik, ekspert, shumë ekspert, po them rus erdhën në Shqipëri që asistuan, po them formimin dhe konsolidimin e ushtrisë. Nga ana tjetër shumë student ikën në Bashkimin Sovjetik, u shkolluan dhe morën pozicione, u vunë në pozicione të ndryshme, po them në reparte apo dhe armatimi ose pajisja e ushtrisë shqiptare me arsenal armës shkoi deri tek nëndecet e famshme të filmit Ballë për Ballë. Dhe Shqipëria ishte i vetmi vend, po them në gjithë Mesdheun që kishte 4 nëndece. Fillimisht ishte 12, po me prishjen e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, ne arritëm sot që ne jemi, le të themi, e kemi kuadrin historik më larg dhe mund ta shikojmë më qartë. Kuptojmë që jo gjithçka ka qenë propagandë. Do me thënë, ajo propagandë ishte e mirë fill që të shkeme të, sepse ishte një ushtri që nuk luftoi asnjëherë. Propaganda ishte pjesë. E kam fjalën që si arsenal armatimesh, si përgatitje fizike, ushtarake, e organizuar, nuk ishte e vogël. Do me thënë, ishte një ushtri për të pasur zili, gjë që sot, për shembull, nuk e kemi. Duhet jemi realist. Duhet nisemi që nga shërbimi ushtarak. Në vitet e para ishte 4 vjet. Pastaj nga 4 u bë 3. Pastaj u bë 2. U rrit numri i popullsisë, me patjetër u rrit dhe numri i ushtarëve. Domethënë dhe prandaj dhe hapësira kohore, po them, u shkurtua nga 4 në 2. Por çfarë kishte tjetër? Ishte disiplina. Ishte një armë shumë e fuqishme. Që të kesh sukses, me patjetër duhet të kesh disiplinë. Tjetër, ishin stërvitjet jo vetëm, po them, për ushtrim, por edhe për popullatën civile. Zbori i famshëm. Nga ana tjetër, sistemi arsimor, futi lëndë ushtarake në gjimnaze. Që quhej ushtarake. Vajzat e gjimnazit që visheshin bukur me uniformat, i rregullonin ato kapelet, domethënë. Pra lënda ushtarake ose termi ushtarak ishte vërtet i pranishëm në të gjithë jetën e vendit, prandaj dhe quhej gjithë populli ushtar. Por një vëmendje të madhe ju kushtua, po them, armatimit të ushtrisë, jo vetëm me armatim të ardhur nga shteti rus, por edhe hapjes së uzinave ushtarake në Shqipëri. Sa kishim të tilla në Shqipëri? U hapën 3 uzina. Uzina e prodhimit të armëve në Gramsh, uzina e prodhimit të municioneve në Poliçan, si edhe lëndëve plase ose eksplozive në Elbasan. Pra, synimi ishte që populli të kishte industrinë e vetë ushtarake të mos varej nga shtetet të tjera. Dhe në vitin 62 u hapën këto 3 uzina dhe në vitin 66 filloi të prodhoi pushka e parë shqiptare dhe këtu ne mund të ndalemi ke kjo pushkë, modelit ne e quajmë ndryshe
pushka 10 korriku për me qenë se Për në 10 nder korriku të nder ushtrisë, të ushtrisë, të krijimit të shtabit përgjithshëm të shtabit përgjithshëm në 10 korrik të vitit 1943 dhe prandaj u quhet 10 korriku. Pushka 10 korriku dhe edhe revista e ushtrisë ishte revista 10 korriku. U prodhua sipas modelit kines, model 56, ndryshe quhet pushka 10-çe. Kuptohet ka disa ndryshime të vogla në krahasim me prodhimin kines. Por në vitet 70 filloi dhe prodhimi i Kalashnikovëve, që për industrinë tonë ishte një arritje shumë e madhe. Dhe pra e kemi prodhuar Kalashnikovin edhe në Shqipëri. Do me thënë, nuk kemi vetëm Kalashnikovin e Mikailit të famshëm. Jo vetëm rus apo kines, po edhe Kalashnikovin me Din Albania. Edhe realisht është një lloj krenarie edhe sot, që Shqipëria arriti të prodhonte armët e veta. Nga ana tjetër, në vitet 80 u bë një përpjekje për të prodhuar edhe këtë automatikun këtu, sipas po them modelit të Xhevdet Mustafës, ka një band në vitet 80 dhe u bë një përpjekje për ta prodhuar u arrit deri në farë mase. Ishte një kombinim. Funksionuan këto armë, pra ishin të përdorshme apo u bën eksperimente dhe nuk u provuan në terren? Nuk u bë, po themi, armë zyrtare e ushtrisë apo qoftë edhe të policisë. Ishte një po themi një bashkëpunim i shumë uzinave, jo vetëm të uzinave ushtarake, po edhe të uzinave të tjera në Shqipëri. Por ishte një përpjekje, po them, e uzinave tona për të arritur të prodhuar një armë të tillë. Do me thënë, gjithë ky arsenal armësh, sa është numri i përgjithshëm i llojeve të armëve? Pra, sa lloje armësh ka muzeu në pavionet e tij, gjithsej, afërsisht? Të ekspozuara ne kemi rreth 1100 objekte të ekspozuara. Lloje armësh, lloje pushkush, sa lloje pushkush? Numri i objekteve që ne kemi në muzeun tonë është shumë i madh, të cilat nuk kemi patur mundësi për t'i ekspozuar për efekte edhe të hapësirave. Pra ju po thoni që keni artefakte të tjera në depo, po themi të pa ekspozuar që do të kërkon në pavionet të tjera. Me patjetër, po për efekt të hapësire. Kjo do të thotë që muzeu do zgjerohet në të ardhmen? Shpresojmë po. Është një pasuri... Shiko, është një pasuri muzeale. Tani nuk di të them sepse kjo ushtri, të paktën në kohën e regjimit komunist, nuk është se i shërbeu Shqipërisë. Po edhe kështu pa gjë fare nuk themi dot, sepse në qoftë se Shqipëria mund të ketë qenë një vend i konceptuar dhe si vend eksperimental për të kuptuar se çfarë shkakton komunizmi tek një shoqëri e caktuar, kjo le të lihet politikës, por nga ana organizative, nëse dikush do vinte në Shqipëri, po themi të sulmonte nga deti, nga ajri, nga toka, do gjente një ushtri, apo jo? Pra do gjente një lloj rezistence. Nuk është se do vinte kështu. Shqipëria në ato vite, mund ta themi pa frikë, ka qenë shteti më i armatosur në krahasim, po them, me sipërfaqe, popullsi. Po them, i armatosje deri në dham. Pra, vëmendja përsa i përket mbrojtjes ishte jashtëzakonisht e madhe dhe jo më kot buxheti i shtetit shkonte deri diku 25%, ndoshta edhe më tepër i prodhimit përgjithshëm. Pra ishte një shumë e madhe, po them, që u dedikua ushtrisë. Siç e thash edhe më parë, neve vim, po themi, nga periudha historike që kemi qenë nën pushtim dhe kemi dashur të marrim masa, pra ta konsiderojmë veten më të sigurt nëpërmjet një ushtrie më të organizuar dhe më të konsoliduar. Plus nga ana tjetër, në vitet, po them, e komunizmit apo ndryshe lufta e ftohtë, ne e dim që kishim 2 blloqe që arritën, po them, ishte synimi bloku perëndimor dhe bloku lindor. Dhe jo më kot u krijuan dhe 2 aleanca ushtarake. Pra, Shqipëria nuk mund të qëndronte larg ose jashtë këtyre zhvillimeve politike ushtarake që ndodhin në botë. Kështu që ishte justifikuar në një farë mënyre edhe ky shpenzim i madh ushtarak, po them, për popullin tonë. Tani unë dua të pyes pak, nga ana historike jemi okej. Këtu besoj jemi tek logjistika. Do me thonë, këto ekspozitor janë pjesë e logjistikës, këtu jemi tek revista 10 korriku, pra revista e famshme që i dedikohej ushtrisë.
Kjo ishte një revist, po themi, më së shumti letraro-historike e ushtrisë, e qyrë 10 korriku, ashtu si kundër edhe e përmanda pushka të krimit të shtabit përgjithshëm të ushtrisë nacional çlirimtare. Në 10 korrik të vitit 1943. Po, 10 korrik në Labinot në vitin 1943, dhe këtu shikojmë, po themi, edhe propagandën, po të shikojmë kopertinat e këtyre revistave, kemi deri, po themi, edhe një fëmijë që mban një armë, pra kjo simbolizon më së miri shprehjen i gjithë popullit ushtar. Tu kemi ushtarin që lexon zërin e popullit, që do të thotë që propaganda sigurisht do bënte. Aty kemi myzeqaren me kallin të grurit, montatore, edhe ushtari, po them, përbri. Buka, arma dhe teknologjia ishin të gjitha së bashku. Tu kemi edhe një grup tjetër, po them, ushtarësh duke lexuar gazetën Zëri i Popullit, se duhet kishen me patjetër, po them, informacionin që përcjellin nëpërmjet organeve. Ndërkohë që këtu jemi tek logjistika. Ke logjistika ose ke mjetet e ngrënies. Nuk di, unë mendoj që këto si objekte edhe në kohën e ushtrisë mund të kenë qenë edhe objekte humori, për shembull gaveta e famshme e ushtrisë që sot është një shprehje. Sot njerëzit thonë për shembull që unë e kam bërë gavetën time ose e kam ngrënë gavetën time, që do të thotë që është pikërisht, pra kjo është. Ajo ishte pjesë përbërëse, po them, pjesë e përditshmërisë e uniformës së ushtarit. Ajo luga e vogël që futej këtu në xhep. Gota e aluminit pastaj ishte pjesë tjetër, edhe paguria. Paguria ishte e nevojshme, domethënë ishte interesante. Flora, në një farë mënyrë, edhe fëmijët sot kur i çojmë në shkollë, pak a shumë të njëjtat gjëra i japin, vetëm se nuk janë të tilla. Vetëm se nuk janë alumin, po janë plastik. Kjo është vërtet brezlënse, një garushde shumë e madhe, por ka ekzistuar kjo garushde me këtë përmas? Ka qenë pjesë me këtë përmas. Do me thënë garushde e kazanëve të ushtrisë. Neve nuk kemi, ne kemi kazanin, por nuk kemi mundur ta vendosim këtu, se do ishte ndoshta shumë interesante ta kishim. Besoj se ky duhet një objekt shumë interesant për fëmijët kur vizitojnë muzeun. Ta them me bindje, të gjithë fëmijët, gjithë grup moshat e fëmijëve kur vinë, domethënë këtu ka një vëmendje jashtëzakonisht të madhe, sepse për ta është një lloj çudie, po jo vetëm për ata, por edhe për të tjerë të cilët nuk e kanë përjetuar. Një fëmijë të vogël sapo lindur e me ma merr mendja që e merr. Pra, që të kuptohet përmasa e vërtetë e saj, mjafton të rish këtu afër edhe të kuptosh, domethënë që garushdja është praktikisht sa një tenxhere supe. Është shumë e madhe, shumë e madhe, garushde ushtrie. Kurse këtu pastaj tu kemi disa objekte të tjera. Këto janë aparatura fotografimit kryesisht kineze, që janë përdorur në sistemin e kaluar, dhe pajisje xhirimi. Sepse ushtria kishte, po them, kishte qendrën kulturore të ushtrisë. Ose qendrën e informacionit. Edhe helmetat e famshme atje. Do desha të ndalesha ke këto objektet këtu, që janë disa mortaja të mbetura, po them, nga lufta e dytë botërore. Dhe Shqipëria nga viti 45 deri në vitin 48 vazhdoi të përdorte armët e ngelura gjatë nga lufta e dytë botërore, sepse nuk kishte mundësi të tjera. Edhe pse armët kishin problematika, siç ishte mungesa e shënjestrave, u ngrit uzina e artillerisë ose e riparimit të armëve dhe u mundsua të riparoshin disa armë. Pra, për themi 3-4 vjet pas luftës, ajo përdori armët e mbetura nga lufta. Të cilët ishin përdorur në luftën e dytë botërore. Derisa pastaj ku i gjeti armët në vitin 48 filloi furnizimi i ushtrisë me armë nga shteti rus ose nga Bashkimi Sovjetik, siç ishte, po them, me pushka Mosina Gant e të tjera deri ke nëndece që e përmendëm edhe më parë. Tek nëndecja 105. Jemi në pavionin e? Ne quajmë pavioni Kuq, po është një tjetër pavion që i përket periudhës së komunizmit, në të cilën kemi ekspozuar objekte tashmë, jo armë, kemi edhe armë, por shumë pak. Pjesa më e madhe e objekteve që kemi këtu i përkasin objektet të armës së Genios, të shërbimit kimis dhe të shërbimit të ndërlidhjes. Të ndërlidhjes, po se shikoj shumë pajisje të kimis. Të kimis që janë këto, do me thonë që është janë një sër pajisjes që përdoreshin, do me thonë, gjatë periudhës së komunizmit,
në rast të një lufte, po themi kimike, ose kundër lëndëve elmuse, sepse duhet që ushtria të ishte përgatitur. Po thuj se çdo ushtar duhet të kishte atë kundragazin e vet. Dy gjëra më bën përshtypje këtu në këtë, po themi në këtë ekspozitor këtu. Kjo maska e kundragazit e prerë, pra e ndarë në dy. Tu kemi një prerë tërthore të kundragazit, mënyrën për të treguar se si është ndërtuar. Por nga ana tjetër kemi edhe një objekt tjetër shumë të veçantë, që është një kundragaz tjetër, po jo për njerëzit, po tash për kafshët. Ishte shumë interesante. Më saktë për kuajt. Kjo maskë dhe këto maska, se maskat e kundragazit janë të zakonshme, ne të gjithë i njohim, pra nëse flasim për ushtrinë shqiptare, pjesë e saj ishte. Po kundragaz për kuaj nuk isha dëgjuar, dhe në atë fotografinë atje më bëri përshtypje sepse shikojmë pra edhe ushtarët, edhe kalin duke mbajtur nga një maskë. Sepse kuajt ishin pjesë, po themi e rëndësishme, e organizimit ushtarak. Sidomos të Genius që duhet të transportonte në zona të vështira edhe mjetet të rënda. Jo vetëm të Genius, po edhe objektet të tjera. Siç e dim, territori shqiptar është i thyer. Rreth 70% të tij është terren malor. Kështu që në terrene malore, ku ishte pamundur dërgimi i objekteve nëpërmjet makinave, do përdoreshin kuajt. Kuajt dhe mushkat. Dhe mushkat. Por nga ana tjetër, për të futur në zona të ndotura me lëndë helmuse, po them ishte e vështirë, po them shkuarja. Patjetër që dhe ata duhet pajiseshin me kundragaze. Tek dhe ata frymorja. Një element tjetër i rëndësishëm, po e themi literatura. Çfarë është literaturë teknike, besoj? Këtu kemi të ekspozuar manuale të ndryshme, po them në ushtri. Një vëmendje e madhe ju kushtua në sistemin e kaluar botimeve ushtarake. Sigurisht literatura në pjesën më të madhe të saj u mor nga Bashkimi Sovjetik, më vonë edhe nga Kina dhe u përkthye. Pra këtu kemi manuale dhe rregullore ushtarake. Pra, gjithçka që ishte pjesë e ushtrisë në kohën e regjimit komunist, vinte si rezultat i formimit profesional, me literaturë, me teknologji, me përgatitje profesionale, mundësisht të niveleve të ndryshme. Për shembull këtu jemi ke pajisjet e ndihmës shpejtë, që ata që i përdorin, patjetër që duhet të dini si të përdorin. Çdo tokë duhet kishte, apo çdo kompani duhet kishte, po them edhe sektorin e ndihmës, duhet kishte edhe paketën e ndihmës së shpejtë që e përdorim edhe sot, për shembull. Patjetër. Nga ana tjetër këtu kemi, ose në këtë ekspozitor kemi objekte të armës së Genius, që ka qenë, po them, një armë shumë e rëndësishme gjatë sistemit të kaluar, po edhe në ditët e sotme. Është një arsenal shumë i pasur, që ti shikon duke filluar nga lopata gjenjere deri ke mina kërkuesi. Pra, lopata gjenjere është një objekt në dukje i thjesht, por ajo ka madhësinë e duhur për të përdorur dhe për të transportuar, po themi në kushtet rrethanore. Të terrenit, pra në kushtet rrethanore. Ky është detektori i minave apo janë disa aparate plas, se quaj, nëpërmjet saj bëhej shpërthimi i minave në distancë. Në terren, e kuptova. Ato atje janë pajisjet e ndërlidhjes. Atje kemi pajisjet e ndërlidhjes, që është një element shumë i rëndësishëm, po them, në ushtri, po jo vetëm në ushtri, kudo. Dhe nuk e di, Flora, e ke dëgjuar atë shprehjen, pa informacion nuk ka komandim dhe pa komandim nuk ka fitore. Kështu që prandaj ka qenë shumë e rëndësishme, po them, pajisja e ushtrisë me objekte të ndërlidhjes. Ne e dim shumë mirë që edhe nëpërmjet pajisjeve të ndërlidhjes, por edhe nëpërmjet pajisjeve të përgjimit, që kanë qenë gjithashtu pjesë e pajisjeve të ndërlidhjes, se çfarë ka ndodhur në periudhën e sistemit komunist, kështu që në këtë pikë nuk besoj se është e nevojshme të ndalemi, por si objekte muzeale vazhdoj ta them që jam interesante, sidomos për brezat e rinj, sepse ata nuk e din, nuk e kanë idenë se çdo të thotë si kesh një telefon të këtill. Një telefon të këtij lloji për të mos folur për telefona akoma më të vjetër, sepse ka pasur edhe telefona që kanë qenë pa numrator. Domethënë, ky është një telefon me numrator, ndërkohë që ka pasur telefona që s'kishin fare numrator. Ja, mund ta shikojmë këtu. Që është ky telefon këtu. Ky. Nëpërmjet me rrotullim. Me rrotullim, po. Telefon me rotacile. Rotacile.
Atëherë, Flora, këtu kemi një pjesë të municioneve të përdorur në sistemin e kaluar, pjesa më e madhe e municioneve të ardhura nga Bashkimi Sovjetik dhe Kina, më saktë pjesa më e madhe kineze, si edhe municionet të prodhuara në fabrikën e municioneve në Poliçan. Sigurisht numri, po them, dhe sasia e llojet të municioneve është edhe më i madh, por për efekt edhe të sipërfaqes, ne kemi arritur të paraqesim vetëm këto lloj municionesh. Këto municione, po themi paraqitje, e kemi vendosur në pavionin e NATO-s, sepse procesi i çarmatimit, po them, të municioneve në Shqipëri filloi fal mbështetjeve financiare që vendet e NATO-s dhanë, po them, pas vitit 2000. Ai proces filloi pas vitit 2000. Pra janë asistuar, po themi, kryesisht nga vendet anëtare të NATO-s, dhe meqense është kështu, ju e keni inkorporuar këtë pavion në pavionin e NATO-s në të cilin jemi. Pra ky është pavioni i NATO-s, dedikuar NATO-s. Kur u hap muzeu, patëm idenë e krijimit të një pavioni dedikuar enkas për NATO. Dhe pse? Sepse për popullin ton ishte dhe për shtetin ton ishte ëndër prania në aleancën më të madhe, antarësimin në NATO. Mendon ne që dikur kemi qenë antar të Traktatit të Varshavës, kaluam disa vite izolimi, tradhtar. Dhe sot, po themi, është një lloj krenarie që jemi pjesë e NATO-s. Jemi krenar që jemi tradhtar, apo jo? Kështu i bie. Por prania në NATO ka dhënë Shqipërisë siguri, dhe fal edhe asaj edhe sigurisë, po themi, ka sjell edhe përmirësimin e imazhit në botë. Dhe sot kemi një numër të jashtëzakonisht të madh turistës që vizitojnë vendin tonë edhe kjo fal sepse është antar i NATO-s. Ose për shembull, unë mendoj që edhe ushtria sot, pra si antare e NATO-s, ka filluar të përmirësohet ose të konsolidohet ose të ridimensionohet. Me patjetër. Sot ushtria shqiptare është pak më e konsoliduar se sa që ishte, po themin, një 10 vjeçar apo një 15 vjeçar më përpara. Është e detyruar dhe të plotësojë standardet të cilat NATO kërkon. Me patjetër. Tani ky është, po themi, këta janë ekspozitorët e fundit të pavionit të NATO-s, por që me sa po më thoshe nga biseda nuk kanë lidhje me NATO-n, po kanë lidhje me diçka tjetër. Po, me një personazh, po them, ndër personazhet më të rëndësishme të ushtrisë në sistemin e kaluar, ose më saktë të ansamblit artistik të ushtrisë. Siç ishte koloneli Gaço Avrazi. 2 ditë më parë ne patëm një aktivitet rreth figurës së Gaço Avrazit. Për vite me radhë ai drejtoi, po them, orkestrën, drejtoi ansamblin e ushtrisë. Ansambli i ushtrisë ka qenë një ansambël shumë i rëndësishëm që jepte koncertet e majit, më duket atëherë, por mbaj mend pra di që këngëtar shumë të këngëtar artist kanë dalë nga Qazimi, Adriana Ceko, me sa mbaj mend unë, domethënë, kanë qenë pjesë e ansamblit të ushtrisë, të cilët kanë dalë nga radhët e atij ansambli. Dhe këtu kemi të ekspozuar, po themi, medalje, certifikata, diploma, foto nga jeta e Gaço Avrazit, apo edhe shtypin e kohës që ka shkruar rreth figurës së Gaço. Janë të gjitha artefakte origjinale të Gaço Avrazit, të cilat i solli familja. Familja e vet ja bëri dhuratë muzeut tonë. Edhe atë piano që është aty në hyrjet e Këtu kemi edhe një piano e përdorur nga Gaço Avrazi. E pasuron muzeun tonë me artefakte të reja. Kjo do të thotë që ju në të ardhmen, jo shumë të largët, mund ta përdorni jo vetëm hallin e muzeut, akustika e të cilit është e jashtëzakonshme për të dhënë aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë pra me një shkallë audio të lartë, siç mund të jenë koncerte simfonike, koncertet e ushtrisë, orkestra frymore, ose shfaqje të ndryshme të cilat mund të, le të themi, mund të përdorin promovime librash apo aktivitete të ndryshme. Është një hapësirë interesante, unë e quaj një problematik shumë të madhe faktin që nuk është ende i vizituar, por jam e bindur që me kalimin e kohës do t'jetë një muze shumë i vizituar, sepse në oborrin e tij duhet gëlojnë autobusët plot me turistë dhe madje ju të filloni të punoni me rezervime. Megjithatë, me ç'po më thoje pak përpara se të nisnim bisedën që nuk ka ende bilet hyrje, pra hyrja është falas. Hyrjen e ka falas.
që do të thotë që kushdo mund të vi ta vizitoj muzeun. Pa u vënë bileta, se pasaj mos do ankoni jo po çmimi jo po shtrenjt, jo po kaq, jo po aq. Do gjeni... Megjithatë nuk besoj se do jetë e shtrenjtë bileta, të paktën në fillimet e tij sa të konsolidohet numri i vizitorëve. Hapërhën zënës keni shumë. Zënës kemi pa fund, sidomos gjatë muajit nëntor, siç është edhe muaji i festave. Zënës të shkollave të ndryshme, jo vetëm të Tiranës, por edhe të rretheve. Pra, gama e nxënësve është duke u zgjeruar, jo vetëm nga Tirana, por edhe nga qytetet të tjera, Elbasani, Shkodra, Berati. Në datën 5 dhjetor keni 2 vjetorin. Në 5 dhjetor kemi 2 vjetorin e inaugurimit të muzeut në këto ambiente. Atëherë, unë ju uroj edhe 200 vjetë të tjera si fillim, muzeut. Sigurisht, ne të dy nuk do jemi në 200 vjetorin e muzeut. Por kuj dihet se teknologjia sot po bën çuditëra edhe nuk është ndonjë çudi që ashtu me shkop ose në formë virtuale ose me AI jemi këtu për të festuar 200 vjetorin e muzeut. Në kora të ndryshme. Por hë po ju urojmë 2 vjetorin. Faleminderit shumë për bisedën interesante që kishte fakte që sigurisht unë nuk i dija, po jam e bindur që edhe një pjesë tjetër shumë e madhe e audiencës që na ndjek, e njerëzve, kryeqytetasve, po e gjithë Shqipërisë nuk e din fare që ky muze ekziston. Ejani, vizitoni Muzeun e Forcave të Armatosura, i cili është jo vetëm një muze në natyrë, po me një arkitekturë shumë interesante mbreslënse, është një prej muzeve më të bukur në Ballkan, në gjykimin tim dhe jo vetëm në gjykimin tim. Ju falenderojmë edhe për këtë episod të veçantë, të cilin ju ftojmë ta ndiqni në kanalin YouTube të Travel Magazine Balkans, edhe ju lëm takim në episodin e radhës. Mirupafshim. Faleminderit. Shumë faleminderit, Flora.